Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, ku sot në darkë, mbas orës 12:10 të darkës, 00:10 me 20, kemi formimin e një hëne të plot në boshtin binjak shigjetar. Mirë po, ndikimet që kanë të bëjnë dhe çfarë sjell kjo hëne plot. Hëne plot e fundit për këtë vit që ndodh në aksin binjak shigjetar. Ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet, në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me çështjet të papritura që mund të diktojnë ose ndikojnë në këtë aspekt, por kërkohet mjaft vëmendje, sepse hëna në binjak me ndikimin me diellin në shigjetar, imagjinoni, ndikon shumë në shenjat e ndryshueshme, përkatësisht binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit që kanë lindur në dhjetëdhjetin e dytë dhe të tretë. Hëna plot e dhjetorit që sjell në plan të parë komunikimin, udhëtimet të afërmit, të ngushtë dhe jo vetëm kaq, por ndryshimet që kanë bëjnë përsa i përket kolegëve dhe çështjet të mësimeve, të gjërave të mëdha që keni, ka një domethënie dhe kjo është mjaft surprizuese. Kjo hënë e plot duket se është një hënë ku kërkon jo vetëm distancim, por dhe nganjëherë larg zhurmave dhe kërkon qetësinë. Por mos harrojmë sepse jemi qetësi përpara stuhisë në lidhje me çështja që ndodhin. Por hëna e plot e ngrirë e 10 dhjetori ose hëna e plot e natës, që si quhet simbolikisht hëna e gjatë dhe ndikimi më i gjatë në lidhje me këtë hënë, sepse mjafton të shohim gjërat që ndodhin përreth nesh dhe mendja e ftohtë dhe duket se me ndikimin e madh ku kemi gjithashtu në lidhje me një katërkëndës që bën hëna, që lidhet me karmën, ajo çka është, ajo çka do të ndikojë tek neve në këto fusha. Ajo do të vendosë në disa realizime, rishikime, çështje pune, stabilizimi dhe gjëra të tjera që mund të diktojnë ose ndikojnë, është pikërisht kjo hënë ku mundësitë që janë ose çështja që neve kemi në dritën e saj mund të shikojmë disa gjëra që na kanë ndikuar ose më saktë të largohemi sa më shumë të jetë mundur dhe mënyrën më të qetë në lidhje me çështjet e negativitetit që sjell ndikimi nga më të mëdha në fushën e punës ose në takimet që bëjmë, duhet t'i largojmë në mënyrë që edhe të mos kuptohen, sepse nuk është se ka të bëjnë me diçka në lidhje me keq përdorimin, keq interpretimin, por gjithsesi kujdesi duhet. Kjo hënë e plot mund të na mësojë diçka për gjëra që kanë të bëjnë me marrëveshje sekrete në nivel global. Kjo hënë do të ndihmojë në mbylljen e një çështje mjaft të madhe, por çfarëdo që të ndodh, duhet të jemi të qetë dhe të kujdesshëm, sepse emocionet dhe impulsiviteti mund të na çojnë në përfundime të gabuara dhe lëvizja, reagimet janë të dëmshme. Mirë është me këtë hënë të plot të përqendrohemi në komunikim. Në përgjithësi, hëna e plot është krijuese që na fton të kalojmë kohë mes miqve dhe për të komunikuar në fund me të tjerët është shumë e rëndësishme të jetë me ndikimin më të madh që ka të bëjnë në lidhje me gjërat që do të ndikohen ose çështjet që do të kenë në anën e punës ose jo vetëm. Hëna e plot nuk është vetëm që të privojë, të promovojë, por janë ndikimet dhe saktësia që ndodh mbi disa çështje që janë shumë problematike, por nga ana tjetër ka të bëjë edhe me disa mënyra ose çështjet e financave ose të gjërave që do të ndikohen në lidhje me çështjet e biznesit dhe të lidhje me karrierën. Ajo që do duket mos u nxitonin gjithashtu, sepse me këtë hënë do duam të mësojmë sa më shumë informacione të jetë mundur rreth gjërave ose njerëzve që na interesojnë, madje në formë thashathemesh, sepse kjo ka të bëjë shumë, do të kemi kujdes çfarë flasim dhe ku bisedojmë. Mund të zbulohen vërtet shumë fakte që nuk i dinim. Studimtari i hënës së plot që do të thotë Mërkuri, i cili është në Akrep, depërtues ndihmon në këtë ndikim, gjithashtu hëna e plot është në kundërshtim me afërditën e shigjetar dhe mund të ndjejmë se asgjë nuk na jep mundësinë që neve të arrijmë atje ku duam dhe mundohemi shumë për të arritur atje që neve kërkojmë. Por do të kemi kujdes sepse shpërthimet, xhelozie, konkurrenca e pandershme dhe grindjet që mund të na distancojnë nga partneriteti dhe ndikimet tona. Pra duhet pas shumë kujdes në këtë drejtim.
cilat shenja preken më tepër ose kujdesin që duhet bëjnë në lidhje me këtë hënë të plot. Hënë e plot gjithmonë ndikohet në gjithë shenjat zodiakut ndryshe secilit prej tyre, por ajo specifikohet më shumë për ata që kanë planetet në 13 gradë dhe këto do të thotë tek binjakët që do të kenë një ndikim të fortë në shenjat e ndryshueshme, përkatësisht binjakët, Virgjeresha, Shigjetari, Peshqit me të lindurit të dhjetëdiqit të dytë ose të fillim të dhjetëdiqit të tretë. Por edhe ata që kanë ascendente në këto shenja. Por le të hedhim një vështrim mbi ndikimin e hënës për 12 shenja zodiakale. Por pas se fillojmë parashtrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shikoni atje dhe duke parë se çfarë do të bëni dhe mbi paketat që ju intereson dhe më pas jeni gati për të blerë paketën tuaj e numrin për kartës të blerjes dhe gjithçka juve kërkoni dhe doni, sepse ajo çka do të keni në paketat që intereson, aty ku jeni veten juve dhe duke zgjedhur një nga paketat më të rëndësishme që ju duhet dhe më pas neve flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti dhe juve doni që të dërgoni një mesazh për të marrë përgjigje, atë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikojmë dhe më pas shikojmë se juve jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen. Sepse ndonjëherë çdo gjë mund të jetë në çështjet që juve keni për shembull, ose doni në farë mënyre gjërat mund të jenë edhe në momente të duara, por dhe koha tregon që jeni me shanse dhe në momentin e duar në atë çka kërkoni, ka të bëjë shumë dhe me takimet e tjera. Prandaj shikojeni dhe diçka tjetër. Nëse juve keni që doni që të merrni parashikim, presupozojmë në moment. Dhe nuk e keni mundësinë për një arsye apo për tjetër, atëherë duhet që kemi një buton tek YouTube-i ku atje po ta shikojnë, e shikoni që e keni, është membership. Atje klikojeni, kujdihet, mbase ju intereson. Provojeni një herë. Dhe atëherë do kujtoni pse unë e them. Tani pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Çfarë ndikimi kanë dhe ku ndikohen dhe bazohen këto shenja me këtë hënë të plot të dhjetorit dhe një hënë që nga njëra anë na mundson të shikojmë pak më tepër nga ajo çka duhet dhe nga ana tjetër na qorton nëse neve nxitojmë. Kemi shenjën e parë që do thotë shenja e dashit. Për ju të shenjës të dashit duket se hëna e plot në binjak ndikohet në shtëpinë e tretë të shenjës tuaj diellore, domethënë në çështjet që lidhen me komunikimin, udhëtimet, qëllimet tona të ardhshëm. Marrëdhëniet më të afërmit të ngushtë dhe njerëz me të cilët vini në kontakt çdo ditë, por edhe marrëdhëniet mes miqve tuaj të dashur që ju vendosni në gjërat dhe një rregull, veçanërisht të kujdesshëm në bisedat që zgjidhni të bëni me të afërmit kolegët dhe çdo tjetër që mund të hasni këto ditë. Kjo hënë e plot, e cila formohet në një katërkëndësh me lidhjen e hënës dhe është në kundërshtim me afërditën, e cila ka të bëjë me marrëdhëniet që kërkojnë diplomaci, të veçantë në mënyrë që një bisedë që mund të keni filluar me dikë tjetër dhe të mos shpëtoj dhe të përfundoj në pakënaqësi dhe ankesa. Duhet të jeni të qartë në fjalët e juaja, të mos flisni me aludime, sepse gjithçka mund të keq kuptohet dhe sigurisht të dëgjoni me durim ato të tjerë që kanë për t'ju thënë. Me ndershmëri dhe humor të mirë, do të jeni në gjendje të komunikoni siç duhet dhe madje mund të gjeni mundësinë për të sqaruar një situatë e cila ka pasur pak problem dhe ka qenë hije. Ajo që duhet i kushtoni vëmendje patjetër është ajo që shkruani dhe çfarë përgjigjeni në gjërat që janë rrjetet sociale, si janë e-mailet, lidhje me drejtimin e automjetit. Hëna do t'ju bëjmë më të shoqërueshëm dhe të komunikueshëm.
por varet nga ju nëse vendosët të zhvilloheni përmes diskutimeve që nëse përfshireni në tensione ose sherrre, largojeni sa më parë. Hëna e plot që do t'ju japi mundësinë të hapni horizontet tuaja, të merrni njohuri të reja, dhe ndoshta do të arrini të fitoni perspektiva. Vlera dhe besimi ka të bëjnë shumë që ju çon më tej në mendimet dhe perceptimin tuaj. Nëse jeni aktiv në fushën e medias ose të internetit ose punë reklamime, marketingu, mund të keni një sukses të jashtëzakonshëm dhe përpjekjet e juaja do të njihen mbar në punë apo diçka të papritur. Mund të dalë një marrëveshje e re ose mund të keni një negociat serioze, por mos merrni rreziqe që dhe mos nënshkruani marrëveshje pa lexuar shkrojat e imta. Këtë e kam thënë dhe them, po ta shikoni, dhe duke pasur parasysh neve nganjëherë nga domosdoshmëria që neve bëjmë, për shembull, edhe ky është një problem shumë i madh dhe nuk i lexojmë gjitha ose nëpër banka, por do të kemi shumë kujdes sepse për një fjalë më të vogël dhe neve nuk e kemi vënë re, dhe në kohën që ndodh fenomeni, e ky është problemi më i madh pastaj se ndryshe flasim, ndryshe na dalin gjërat dhe neve ndihemi fajtor më pas në çështjet kreditime bankare apo çështje kësaj natyre që kanë bërë ato njerëzit që nuk flas për banka, por flas për mashtruesët që merren me këto allëzhverishe. Duhet pasur shumë kujdes dhe sepse mund të paguani 5 fish atë që mund të merrni. Prandaj kërkohet një vëmendje shumë e shtuar në këtë aspekt. Gjithashtu duhet të pasur vëmendje në lidhje me çështjet që kanë bënë në udhtim ose në lidhje me transportin. Ata për jush që kanë ascendent ose planete në shenjat siç janë bignjakët, virgjëresha, shigjetari dhe peshqit do të ndikohen pak më tepër. Dhe kjo do të thotë është një mundësi dhe një ndikim shumë i madh. Por shenjat që kanë të bëjnë në fushën e dashurisë duket se kanë të bëjnë për shembull dash me akrep, dash me ujor, dash me dente dhe diçit të dytë ka indikim shumë të madh dhe kjo do thotë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me vazhdimsinë dhe korrektësinë, sepse jeni shumë korrekt në atë çka juve keni dhe diçka e mirë ndodh, por edhe lidhjet me pengesa, kur kemi hënë të plot, sidomos kjo hënë e plot e super hënë, e ngrirë e ftohtë në atë çka do të thotë dhe e sigurt për jetë ardhmet afër. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që lidhet shumë me reputacionin, lidhet shumë me punën, me ndryshimin e punës dhe vendimet që mund të marrë në një kohë të papritur, që do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit duket se kjo hënë e plotë është i zhvilluar në shtëpinë tuaj të dytë diellore, e cila lidhet me fushën e parave, të ardhurave, fitimeve, aseteve, borxheve, por dhe pranimin dhe vetvlerësimin tuaj. Me këtë hënë, financat do të mendojnë dhe mendimet vazhdimisht, menjëtojnë dhe çështje të pazgjidhura nga e kaluara, si dhe do të keni disa gjëra, sidomos me borxhet që nuk i keni trajtuar, mund të shfaqen dhe do të jeni paksa të stresuar. E gjithë vëmendja dhe mendimet tuaja do të përqendrohen në portofolin tuaj dhe në ato që duhet të bëni për të vënë një rregull. Financat tuaja, dhe tani është koha kur duhet të shihni qartë se ku po shkojnë para tuaja dhe të ekuilibroni të ardhurat dhe shpenzimet. Gjithashtu, mund të vlerësoni gjithçka në investimet tuaja që do të bëni dhe të hiqni qafet një herë mirë çdo gjë që sjell humbje. Nga ana tjetër, një punë e re, një marrëveshje financiare, një ngritje në detyrë e shoqëruar dhe me rritje page. Nëse keni punuar shumë në të kaluarën, një burim i ri të ardhësh që do t'ju bëjnë të merrni frymë lirisht. Megjithatë, do të jeni veçanërisht të kujdesshëm në menaxhimin tuaj, pasi shpenzimet do të jenë mjaft të larta. Me këtë hënë të plot, duket se duhet të shmangni shpërdorimin. Mos u mashtroni nëse të ardhurat tuaja rriten dhe filloni të shpenzoni për blerje të pakuptimta, sepse gjatë kësaj periudhe duhet të mbledhni forcat tuaja, pra duhet të jeni të kursyer me shpenzimet tuaja dhe të mbyllni një herë mirë ato borxhe që juve keni, se flini, ngriheni, punoni, bisedoni, mendja juaj është tek borxhet. Prandaj hiqni një herë mirë nga vetja juaj. Vërtet kërkoni garanci dhe të mbani atë që kërkoni garanci dhe të tjerët mund të flasin shumë për juve mbani një sport vogël. Tregoni qetësi dhe mos nënshkruani marrëveshje financiare lehtë. Një çështje tjetër që mund të lindë për me këtë hënë janë lojrat manipuluese nga njerëz që kanë pushtet dhe autoritet në duart e tyre. Sidoqoftë, duhet të shmangni përfshirjen me çdo kusht dhe sigurisht të mos përgjigjeni me tona të ngritura ndaj çdo sfide që pranoni, qoftë në nivel profesional apo personal.
Vetbesimi juaj gjithashtu mund të keni ndikime shumë të mëdha dhe kjo do të thotë në lidhje me llogaritë bankare, me vlerësime dhe vlerën tuaj personale, sepse kjo ju streson dhe ju dobëson të menduarit dhe të krijuarit në inovacione të ndryshme. Ato prej jush që kanë ascendentus e planete në këto shenja që ndikohen shumë në lidhje me bisedimet që kanë të bëjnë në lidhje me çështje që lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin dhe konkretizimin e një lidhjeje, një lidhje që të jetë stabilizuese. Kjo vlen më tepër kjo hënë e plot, por lidhjet me problematik të madhe në mes jush. Gjithashtu ajo çka duket që ka të bëjnë shumë, lidhet shumë me dem akrep, lidhet shumë dem luan, ka një ndikim shumë të madh dhe ka gjasa që juve të bashkoheni, por sa jeni gati të përgjigjeni së ardhmes, të sigurisë, të maturisë suaj, sepse kjo hënë e plot nuk ka shaka, sepse disa gjëra mund të dalin në sipërfaqe dhe disa çështje që nuk duhet të dalin. Por për disa që kanë probleme në këtë aspekt, mirë është të trokasin, sepse do të jenë zgjidhje të rëndësishme mbi punën tuaj, mbi karrierën tuaj dhe mbi dashurinë e munguar. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet lodhja, mërzitja, konkretizimit i lidhjeve të punës dhe të gjërave të tjera ndikohen shumë, që kjo është shenja e binjakëve. Juve miqtë e mi jeni mikpritësi i hënës së plot dhe ndikimi që merrni është veçanërisht intensiv, si në marrëdhënie dhe partneritetin tuaj personale, ashtu dhe ato të psikologjisë suaj. Aspektet e hënës së plot do t'ju detyrojnë të bëni një bilans dhe të merrni vendime në lidhje me jetëgjatësinë e marrëdhënieve tuaja, qofshin negative apo pozitive. Nëse keni lindur në ligjin e dytë, mund të ndjeni tension të madh brenda vetes dhe mund të mos jeni në gjendje të përpunoni me qetësi çdo pengesë që lind. Do të keni mjaft keq interpretime apo keq kuptime. Prandaj mos u shqetësoni për gjërat që janë kalimtare apo anashkaloni debatet. Prandaj duhet të jeni shumë të kujdesshëm me fjalët që thoni. Me këtë hënë të plot, do të përgatiteni të përgjigjeni pyetjeve më të rëndësishme. Çfarë është më rëndësishme për ju dhe sa po të arrini të lidhni emocionet dhe të vërtetën tuaj. Do të jeni në gjendje të harmonizoheni me dëshirat tuaja dhe të korrigjoni çdo fushë të jetës suaj që është jashtë ekuilibrit. Kjo hënë do t'ju japi mundësinë të përqafoni ëndrat tuaja, nevojat tuaja të jeni autentik, për të përfitoni nga ndikimi i kësaj hëne, për të dëbuar nga jeta juaj ato që nuk është më e dobishme dhe përqendroni tek vetja dhe tek perspektivat e juaja, sepse ajo është mjaft pozitivja. Ajo është ajo që do t'ju bëjnë në lidhje me punën, lidhje me karrierën, në lidhje me shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë në favorin tuaj. Megjithatë, edhe nëse përqendroheni tek vetja juaj dhe partneritete, shikojeni si një mundësi për të bërë një pastrim të mirë të jetës tuaj dhe për të ecur përpara me perspektiva më pozitive dhe pa barë të rënd. Natyrisht, këto ditë duhet të jeni më të kujdesshëm për shëndetin tuaj, por dhe mos nxitoni në angazhimet dhe vendimet të rëndësishme. Me besim dhe këmbgulje në vizionin tuaj, do të arrini që të keni sukses, por sigurisht që duhet punë e palodhur dhe përkushtim ndaj vlerave tuaja. Nëse dielli juaj që ndodhet në këto shenja, sidomos në lidhje me të shigjetar, në lidhje me peshqit ose disa ndikime që ka të bëjnë, sepse lidhet shumë me punën aktuale, lidhet dhe me udhëtimet jashtë. Nëse juve keni të bëni edhe me udhëtimet që kanë të bëjnë jashtë, është momenti. Edhe periudha ku ndodhin fenomene, sepse është shumë ndikim i madh. Është shumë gjëra që do të shikoni dhe vetë për juve që nuk keni një biznes të rëndësishëm, për shembull, ose të mirë fill. Gjatë rrugtimit udhëtimit, që juve e dini çfarë doni, por nuk e keni pas mundësinë ta realizoni. Kjo hënë e plot vërtet të jep mundësi të ndriçon ato fushat e errta, ato problematike që keni pasur, por hiqni nga mendja ose disa negativitete që juve i keni në mendjen tuaj dhe kjo ju prish disi ekuilibrin. Ju prish atë që juve nuk për afroni ose të përqafoni të ardhmen tuaj me themel dhe thoni po sikur nëse,
po sikur nëse do bëhet po kur, lini më njanë, shikoni atë që keni në dorë tani, dhe shikoni me vizionin tuaj për një të ardhme të afërt në lidhje me bisedimet dhe vendimet që merrni, dhe jo i diçka që është për të bërë për mot e të mendoni si vjen. Është diçka që më duhet mua tani të blej një aeroplan, kur në një kohë që nuk e një biçikletë. Pra, janë gjëra që jashtë asaj normës ose çështjeve që juve doni që të stabilizoni, dhe larg borxheve mund të merrni për gjëra që nuk ju duhen për momentin. Fusha e dashurisë, edhe pse keni edhe mundësia që është mjaft e mirë, në lidhjet që keni miqtë mi të shenjës së binjakëve, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë me luante 10 vjeçit parë, kanë të bëjnë shumë gjithashtu me peshorët e 10 vjeçit të tretë, që është diçka shumë pozitive. Madje mund të krijoni familje dhe zakonisht binjak peshore zakonisht bëjnë binjak. Pra, një rrugë e dy punë. Kurse me ujor është aja dhe zhëja, sepse krijojnë një familje të shkëlqyer. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku vetë governatori dhe lajmet që merr në pozicionin më të mirë të mundshëm të jetës përsa i përket fundvitit, që do të thot gaforja. Por ju të shenjës së gafores ka të bëjnë shumë me hënën e plotë që ndikon në çështjet psikologjike dhe shëndetësore. Pasi ajo ka të bëjë me shtëpinë dhe më personale të padukshmes, sekretet dhe prapaskenat në lidhje me shenjën tuaj në shtëpinë e 12, ju bën thirrje të ndikoheni në maksimum për gjëra që doni të bëni. Dhe kjo do të thotë që të jeni të kujdesshëm. Hiqni qafet zakonet e këqija, hiqni qafet marrëdhëniet toksike, lidhjet nga e kaluara, hidhni gjithçka pas krave, që gjërat që janë të padobishme. Nga shtëpia dhe mendja juaj të jepni rëndësi familjes tuaj dhe vetes suaj. Do të keni një tendencë të distanconi nga nxitimi shoqëror, të izoloni dhe të menaxhoni ndjeshmëritë tuaja, që do të jenë të shumta dhe intensive. Gjatë kësaj kohe, kushtojni pak kohë dhe vetëm ndikimeve të mëdha që ka të bëjnë tani në këtë periudhë, do të shikoni gjërat që të jenë mjaft pozitive. Kushtoni vëmendje shëndetit tuaj, gjendjes tuaj fizike dhe kujdesni për dietën tuaj. Merrni vëmendje dhe kohë për që të rivlerësoni rrugën tuaj të së ardhmes, në mënyrë që të siguroni që ajo të jetë në përputhje me atë që dëshironi vërtet të bëni në të ardhmen. Mundoni që të qetësoni dhe të mbani pranë jush vetëm ata që ja vlejnë dhe janë të duruar, dhe njerëz që nuk keq kuptohen dhe janë shumë të rëndësishëm në bisedime dhe në çështjet që keni. Larg njerëzve toksik, larg njerëzve që mundohen që t'ju acarojnë në problemet dhe mund të shfaqin probleme nga njëra anën tjetër. Gjithashtu, keni kujdes me sekretet dhe marrëdhëniet tuaja të fshehta, sepse ekziston mundësia që ato të zbulohen me gjithçka që kjo përfshin. Për më tepër mund të ketë situatë disa prapaskena në fushën profesionale, dhe kjo do thotë që ose të bëni takime dhe procese sekrete ose disa të tjera që mund të veproni në anën tjetër. Mund të keni disa zbulime që mund të shqetësojnë disi në fushat e juaja dhe jeni në dilemë shumë të madhe. Kjo do të thotë një vëmendje, për shembull, gafore që ka planetet në binjak, një gafore që ka kur ka lindur ka pas hënën në virgjëresh, ose ka pasur diellin në shigjetar apo në peshk. Do të keni shumë kujdes në këtë ndikim, sepse duke pasur parasysh të dashur miq të shenjës së gafores, sepse tek ju do ndikohet më tepër edhe tek gaforia, shumë gjëra që do të ndikohen, ose prapaskenat, ose skandalet, ose gjëra që ndikohen shumë, por ke varë në individ pastaj, që kur ka ndodhur fenomeni, për shembull, që juve mund të trokisni, të mbyllet aty, po kanë për të mbyllur, nuk e diskutoj këtë, sepse nuk ka diçka që themi wow, çfarë mund të bëjnë dhe ku mund të diktojnë. Por kjo hënë e plot është rreth skandaleve dhe gjërave të tjera, por kjo të mbyllet një herë e mirë, ka një të mirë dhe një të keqe. E keqja është sepse do shpërthejnë disa tashatheme dhe disa skandale që duhet jemi shumë kujdesshëm të vëmendshëm në këtë drejtim, se mund mos jetë e vërtet ajo çka flitet, por për ata që kanë një problem të tillë ose duan
ta shqetësojnë disi, është një mundësi, një moment që juve mund ta rishikoni dhe ta mbyllni para se të ndodhin gjërat. Kjo është një mundësi. Tjetra, në lidhje me atë çka juve keni, për shembull, presupozojmë në lidhje me gjërat që do të ndikojnë ose çështjet që do të keni në fushën e dashurisë. Lidhjet që në hije, që nuk duhen të dalim sipërfaqe akoma për arsye se jeni njohur sot dhe nuk doni që ta bëni de facto për 2-3 ditë, një javë, një muaj, sepse një lidhje duhet jetë në hije 3 muaj, që pastaj të rifillojë në gjërat e tjera, në ndikimet, në pozicionimin e planeteve, që jep dhe mundësi shumë të mirë. Por lidhjet ta dini ta keni nga Jorgo, lidhjet që kanë një gjatësi në kohë dhe kur lidhen ose njifje, njohjen që bëhet me hënë të plot, që ka të bëjnë shumë me bricjap, ka të bëjnë shumë me gafore të 10 diqit të tretë, ka të bëjnë shumë me peshk të 10 diqit parë, por dhe me shikitar të 10 diqit të dytë. Duhet pasur shumë kujdes sepse janë ndikime dhe favorizime shumë të mëdha, prandaj kërkohet vëmendje dhe kujdes në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që me rritjet e reputacionit ekonomiko-financiar, në rolet drejtuese, në fjalë dhe ndryshime të mëdha që do të kemi tani tutje, ku kjo do të thotë shenja e luanëve. Për shenjën e luanit, duket se shtëpia juaj e 11 diellore ndikohet nga hëna e plot në binjak dhe sektorin e miqësisë, mbështetësve, njerëzve me të njëjtat mendime, pritje dhe në planet së ardhmes. Me këtë hënë do të hyni në një proces vëzhgimi të rrethit tuaj shoqëror, njerëzve me të cilët bashkëpunoni, lidheni dhe kanë qëllime të përbashkëta dhe do të pyesni veten për rolin që luajnë në jetën e tyre dhe rolin që luajnë juve tek ata. A nuk ka një ekuilibër midis jush? A janë thyer kufit qëllimet origjinale që kanë ndryshuar dhe nuk mund të ketë ose në fundit ka jasa që ju bashkon? Por të dini gjë se jeni lojtar në ekipet që veproni në mënyrë paksa egoiste dhe mënyra juaj është disi mjaft pozitive, sepse gjithmonë nuk diskutohet që në një farë mënyre është e gabuar, sepse nuk e lejon të tjerët të ndikojnë ose më saktë kuptoni që të tjerët kanë një hile në mes dhe lulëzojnë në krahët e juaja. E gjithë kjo mund të shqetësoj disi, por do keni lumturinë shumë shpejt, sepse ekziston një mundësi, një energji që do t'ju japi një dorë të mirë në pastrimin e gjithçkaje që juve keni pasur probleme në punën tuaj. Në kontaktet e reja me njerëz që kanë qëllime dhe ide të përbashkëta, meqense do të ketë reagime të forta emocionale, me këtë hënë keni shumë kujdes se si shprehni ankesat tuaja dhe çfarë thoni, veçanërisht kur komunikoni në vende të rëndësishme siç janë mediat sociale, në keq kuptime dhe keq informime do të mbretërojnë. Prandaj kujdes. Gjithashtu mund të kuptoni se një nga qëllimet tuaja nuk po përparojnë siç i kishit pritur edhe më parë, që duhet të bëni lëvizje korrigjuese ose të ndiqni rrugë të tjera në mënyrë që të mos humbni kohën me gjërat që kanë të bëjnë me energji të ndryshme apo çështjet që janë të mbyllura një herë në kohë. Prandaj keni kujdes, merruni me të tashmen edhe jo të shkuarën. Sigurisht në përgjithësi do të jeni më të shoqërueshëm dhe më të hapur dhe mund të organizoni një pushim ose një dalje mes miqve tuaj. Për ata që janë të palidhur apo janë në flirtim me sipër, do lindi një mundësi përmes rrethit tuaj dhe miqësisë suaj, sidoqoftë kjo hënë mund të thyej kufit midis miqësisë dhe dashurisë. Duhet të kushtoni vëmendje veçantë kësaj kohe, kësaj periudhe. Prandaj, mendoni me kujdes para se të vendosni dhe të afroni më shumë me një mik, sepse nuk ja vlen të humbashësh për një moment apo një diçka në lidhje me një pasion që mund të keni, ose për supozojmë që mund të bëhet i diçka që mund ta njihni sot, edhe për arsye të pasionit ose diçka që mund të thoni që po tani kjo është jeta ime, kjo është ajo çka unë do bëj ose do realizoj. Jo, koha ka treguar që vetëm kërkohet vëmendje dhe kujdes në gjëra të mëdha që mund të diktojnë ose ndikojnë. E gjithë historia dhe mënyra se si gjërat vijnë është edhe koha ku çështjet lidhen
në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve dhe të bisedimeve që kanë të bëjnë, por gjithashtu është koha më e mirë e mundshme për juve të shesë luanit në gjërat që keni bërë shumë, supozohet me punën, supozohet me karrierën, supozohet me gjërat më madhore që mund keni pasur dikur, por mos harrojmë, sepse e gjithë historia shkruan për juve të shesë luanit, e gjithë historia është në anën tuaj më të mirë të mundshme. Dhe vendimet që merren në kohën e duhur dhe marrje e çështjeve dhe idealitetit që ka të bëjmë. A e dini se sa një lidhje që ka siguri në brendësi të vet në fushën e dashurisë, sidomos shenjat e zjarrit, një luan me një shigjetar që është koha dhe e arta e së ardhmes, një luan me shigjetar të vjedhicit të tretë, kur lidhet shumë me marrjen e vendimit të rëndësishëm në kohën e dur dhe ndihmesat që janë të njëjta me të dyja palët, ke gjithashtu një ndikim shumë mirë me virgjëresh të vjedhicit të dytë, ku koha dhe momenti është ajo që ju bën që të ndiheni superior në atë që keni. Pra janë disa gjëra që për juve është koha, për juve është momenti, për juve është ajo karriera dhe bukuria, qetësia që juve mund keni në këtë aspekt, në këtë drejtim. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat më madhore dhe më perfekte që juve mund keni ndonjëherë. Prandaj bini pas e do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku lidhet shumë ajo çka kam dhe dua të eci përpara. Ajo çka dua të kem dhe të ofroj, dua qetësinë dhe zotrimin e së ardhmes me duart e mia. Që këto do thot është shenja e virgjëreshës. Virgjëreshat, për sa i përket me hënën e plot që ndikon në çështjet e karrierës, drejtimet profesionale, statusin dhe profilin tuaj profesional, reputacioni, imazhi që të tjerë kanë për ju. Megjithatë, ajo ndjek edhe në familje, në shtëpi që mund të ndiheni midis nevojës tuaj personale por dhe atyre profesionale. Mund të ndiheni të frustruar dhe të ngarkuar emocionalisht, pasi nuk do të jeni në gjendje të kuptoni kërkesat e të tjerëve ndaj jush dhe do t'ju duhet të furnizoheni pak më tepër me durim që keni për të mos shpërthyer gabimisht. Mund të jeni në presion në punë, të keni ankesa dhe të arrini kufit tuaj. Do të ndjeni se keni kaq shumë detyrime, si në punë ashtu në shtëpi, sado që të mbyteni dhe mund të shpërtheni në tensionin tuaj ndaj njerëzve që nuk ju kanë fajin. Mos u përfshini në një proces kundër akuzash, veçanërisht me eprorët tuaj, sepse do të humbisni çdo të drejtë që keni, pasi të gjithë do të jenë të ngarkuar emocionalisht. Sigurisht, nuk është e pamundur që me këtë hënë që të lindni në një propozim i ri, që do të ndryshoni pozicionet ose që do të dëshironi të ndryshoni gjërat dhe të lidheni me një punë për të shkuar në një mjedis të ri pune. Megjithatë, nuk është koha e duhur për të marrë rreziqe. Ju nevojitet qetësi dhe një mendje të kthjellët për të marrë vendimet e duhura. Dhe kjo do të thotë që ndikimet në fushën e astrologjisë dhe koha ju jep mundësinë që juve të shikoni kthjellët dhe për të marrë vendimet e duhura. Përveç se keni të bëni me karrierën, megjithatë do të keni presion edhe në shtëpi dhe në familje, ku mund keni dhe disa gjëra që jeni shumë të ngarkuar, por mund t'i zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme. Është gjithashtu e mundur që për shkak se i kushtoni gjithë vëmendjen çështjeve tuaja profesionale, të afërmit tuaj që mund të ankohen dhe të kërkojnë kohën e tyre që duan në familjen tuaj, duke rezultuar në grindje të vazhdueshme dhe ndjenjë se askush nuk ju kupton. E gjithë kjo situatë do të krijohet dhe krijon stres edhe acarime të forta. Por ju dhe që mund të mos jeni në gjendje të shmangni konfliktet, tregoni pak durim dhe shpjegoni se çfarë po ju ndodh. Mos mbani për brenda, thjesht bëjeni me stil, me kujdes. Në fundit grindjet nuk sjellin zgjidhje, ato vetëm përkeqësojnë gjërat. Nëse hapni shpirtin tuaj dhe tërfeni ato që po ndodh, njerëzit tuaj do t'ju mbështesin dhe do t'ju kuptojnë. Sidomos në lidhje me anën familjare, sepse lidhet shumë me familjen, lidhen shumë me kuptimin që ka të bëjë. Dhe në momentet që juve keni, sepse
Ka disa gjëra që mund të mos dalin diku doni, sepse jeni në rol drejtues për shembull, dhe e prori juaj që u ka vënë atje në atë rol, shohin që puna nuk po ecën ku duhet, mund të debatoni, mund të gjeni disa çështje të tjera, por ju jeni të ngarkuar emocionalisht në familje, jeni të ngarkuar emocionalisht mes shoqërisë dhe nuk jeni që të ndani punën në grup dhe ato personale. Prandaj mirë është që çështjet personale të lini në shtëpi dhe të vazhdoni në lidhje me punën, sepse për një fjalë goje mund të humbisni punën, për një fjalë goje mund të prishni ekuilibra të mëdha që me zëri keni ngritur, dhe kjo është diçka shumë e madhe që ndodh këto 2-3 ditë. Prandaj do keni kujdes, sepse nga njëra anë është shpërthimi skandaleve i gjërave, por dini një gjë miqtë e mi, sepse Shqipëria flitet shumë, kanë ndikime kur kemi super hëna, ku ndodhen shenja të ndryshme, siç janë binjakët në shenjë ajri, ku tundemi, shkundemi, do dëgjojmë gjëra shumë të mëdha këto 2-3 ditë lidhje me çështje politike shqiptare, lidhje me gjëra të tjera që do të kemi jashtë të Shqipërisë, që kemi thënë, sepse bëhet fjalë për ekonominë, bëhet fjalë për disa trazira të vogla që mund të diktojnë ose ndikojnë, por neve do të jemi këmbë tokë. Po që jemi këmbë tokë, asgjë nuk ndodh, të gjitha gjërat rregullohen, stabilizohen dhe ju mundson në çështjet e mëdha që do të keni. Pra, është diçka mjaft që do evoloj dhe do jetë në një farë mënyre me ndryshime dhe ndikime të mëdha që do të keni në afat gjatë. Pra ka dhe gjëra të tjera që janë në favor dhe jo disfavor. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa çështje që lidhen, sepse virgjëresha gjithmonë kanë atë ndikimin dhe sugjerimet të mëdha, por unë do të thosha në fushën e dashurisë lidhet shumë virgjëresha, siç janë në një farë mënyre virgjëresh peshk, virgjëresh qytetar, virgjëresh dem, janë tre shenjat më ndikuese në fakt për sa përket kësaj në tre, ose ju që nuk keni një njohje, mund të shikoni një lidhje serioze ose një njohje që mund të bëhet pikërisht ditë nga një udhëtim ose nga diçka tjetër që është momenti dhe koha juaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet është në ndikimin e madh dhe në kohën e duhur, që do të ketë mundësinë në lidhje me udhëtimet, do të ketë mundësinë në lidhje me takimet dhe bisedimet, që këto do thotë shenja e peshores. Për sa i përket peshoreve, duket se me tendenca për të bërë disa udhëtime, veçanërisht në çështjet profesionale, sepse vjen një hënë e plot, një hënë e ngrirë si pasqyrë, e cila ndikon në shtëpinë tuaj të nëndjellore, në frymëzim, në vlerat personale dhe planet për të ardhmen, çështjet ligjore dhe udhëtimet. Hëna mund të krijojë presion më të madh me marrëdhëniet dhe partneritetet në përgjithësi. Do të keni një ngarkesë shumë të madhe, nuk diskutohet se të tjerë sigurisht kur është mirë të mbani një profil të ulët, se në punë ashtu edhe në marrëdhëniet tuaja miqësore. Për shkak se presionet që mund të lindin në çështjet e studimit ose të punës, lajme dhe situata të papritura, nuk diskutohet që nëse nuk keni të kujdesshëm, do të keni kujdes, sepse mund t'ju prishi punë. Dhe kjo do thotë agjenda që keni, do të keni acarimin më të madh dhe gjëra që do të ndikohen në anën e punës suaj. Prandaj përpiqeni të jeni të ftohtë, por dhe fleksibël. Gjithashtu mund të lindë një çështje në lidhje me një rast në sektorin publik, studimet, planet tuaja profesionale, një shpërthim skandali që mund të ndodhi nga dreka, do ta thosha unë, ose këto ditë që po vinë, të 3-4 ditë, që jeni në role kyçe, në role drejtuese, në role shtetërore, dhe kjo do shpërthej shumë shpejt dhe biles këto 2-3 ditë do të jeni të vëmendshëm. Dhe ditë që parë dhe ditë që tretë shenjës së peshoreve. Dhe kjo do të ketë një diçka sepse ajo që do të keni, juve që e dini, ose keni problem të tillë, çështje profesionale, për ardhmë ose nëse jeni duke punuar jashtë vendit ose duke bashkëpunuar me të huaj, mund të përballeni me një pengesë. Gjithashtu nuk duhet të rëmbeni edhe të ngadalsoni gjërat, sepse ajo që do të keni në lidhje me investime me njerëz dhe situata të gabuara, mos nxitoni në përfundime, dhe nëse ata sugjerojnë diçka që duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, kërkoni garanci. Gjithashtu mund të ndjeni një ndjenjë urgjence në lidhje me planet tuaja për të ardhmen, situata në presione, mos acaroni se të gjitha gjërat, ndryshimet ose ato që dëshironi për të ardhme tuaj që mund të keni. Mundoni të qetësoni, të relaksoni, që gjithçka do shkojë mirë. Në të njëjtën kohë, mund të lindin disa situata që do të jenë shkas për të sqaruar në të cilët juve i keni mundësitë dhe pranë jush që ka të njëjtat vlera
dhe që zhvillohen dhe të zgjerohen në horizontet tuaja. Hëna mund t'ju japi oreksin që do të thotë jo vetëm që mund t'ju japi mundësi, por t'ju hapi edhe oreksin tuaj në lidhje me disa udhëtime, disa kontakte me njerëz të rëndësishëm, por keni kujdes. Nëse ndini nën presion dhe të shqetësuar, mos harroni se miqtë që do të jenë pranë jush për t'ju dëgjuar dhe për t'ju ndihmuar për të hequr një barë të rënë nga supet, se keni bërë nder dhe keni gjetur që der, por kjo periudhë ndihmon dhe ju kupton në gjërat që juve doni të bëni. Por do keni shumë kujdes peshorët e dashura. Ajo çka ndodh, sepse periudhat kur ndodhin fenomenet, periudhat kur janë gjëra që mund të ndikohen në lidhje me skandalet që ndodhin, për shembull, jeni në vende kyçe, keni disa gjëra që keni bërë shumë dhe për një person X që nuk është i qëndrueshëm, pra nganjëherë keni vlerësimet maksimale, por keni investuar në njerëz të gabuar. Dhe për një diçka që i ke dhënë të gjitha, dhe pse nuk e dhej diçka tani, ai mund të shfaqi shumë gjëra të tjera mbi sipërfaqe. Prandaj është kjo periudhë që dikton. Mirë është që këto 3 ditë nga skandali që do shpërthehen, nga gjërat që do të keni, i përvi keni qenë për shembull në një vend kyç, presupozojnë në shtet, ku diun, dogan, lidhje me ku diun gjëra të natyre. Dhe për një arsye apo për tjetrën, ju e keni bërë për të bërë një nder ose për diçka. Aty domethënë është pak shumë, jo pak, po shumë problem nëse nuk e zgjidhni ose duhet të lëvizni. Kjo varet në individ pastaj ku ka ndodhur fenomeni, që nga kjo periudhë ka ndodhur vjet ose ka ndodhur si vjet ose ka ndodhur para 3 muajve, para 4 muajve, dhe kjo mund të shpërthej ose disa gjëra të tjera në lidhje me grupin, me stafin që ka ndodhur. Pra është një shpërthim pa dashur të jetë kjo gjë, domethënë që është problematike. Prandaj mundoni që ta zgjidhni pikërisht në këto ditë. Sepse është plus minus 3 ditë, është plus minus 3 ditë para, 3 ditë pas. Keni kuptuar dhe vetë dhe barën e rënë që keni dhe vëmendje. Por do keni dhe kujdes gjithashtu në lidhje me anën e dashurisë, sepse duke pasur parasysh në lidhje me njohje që keni, presupozojmë si mund të ishte një lidhje peshore dash, një shenjë ajri me një shenjë zjarri, peshore virgjëresh, ku momenti dhe periudhat që ndodhin janë fenomenale në fakt nga njëra anë, por në ana tjetër ka dhe problemet e veta. Sepse lidhet e çështet me ligjet, lidhet me ndikimet e mëdha, por nëse dim, trokasim, jemi gati të përgjigjemi gjithçkaje, nuk do thasgjë. Përkundrazi, gjërat janë më mirë akoma, janë më të ndikuara pozitive në ato çka kërkojmë, edhe kështu që me radhë gjërat janë anën më të mirë, edhe mund t'i zgjidhim çështjet tona. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku ndikimi dhe favorizimet janë të mëdha në anën tuaj, edhe pse ka të bëjnë me anën psikologjike, me financat apo me sigurimet, trashëgimit, ku diun, që do thotë shenja e akrepëve. Por ju të shenjës së akrepit, meqenëse akrepët kanë një moment mjaft të mirë në lidhje me çështjet e punës, sepse duke pasur parasysh që hënë plot ndikohet në shtëpi, veçanërisht në çështje psikologjike, e cila është lidhur me marrëdhëniet tuaja të ngushta emocionale, dashurinë, vazhdimsinë, financat, sigurimet, trashëgimitë, borxhet, pensionet, ushqimet, gjithçka ndodh në anën tuaj. Hëna do t'ju ngarkoj disi emocionalisht, dhe do të kërkoj thelbin e marrëdhënies tuaj, dhe nëse të tjerë mbeten sipërfaqe në gjëra atëherë mund të lindin disa tensione të vogla. Megjithatë, nuk është koha e duhur për të marrë vendime përfundimtare në lidhje me të ardhmen tuaj, sepse kjo do t'ju ndihmojë, do ta shikoni edhe vetë që nuk është koha për vendimet, sepse i keni dhe si mundësi, por më mirë lëreni për më pak më vonë, sepse do të jeni të ngarkuar emocionalisht dhe do të jeni në gjendje të vlerësoni mënyrën dhe sigurinë. Dhe çështjet reale, kushtet e marrëdhënies tuaja, është mirë të distancoheni nga situatat që krijojnë presion dhe ankth. Por ju mos lejoni që emocionet tuaja të ju marrin përsipër dhe të thoni që mundoni të keni një moment, një diçka shumë pozitive dhe në lidhje me çështjet janë në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve dhe të kohës së duhur. Dhe kjo do të thotë është çështja më e madhe, sepse hëna e plot ndikohet në sektorin financiar dhe mund të lindi disa pasiguri, do thoshta në lidhje me sigurinë e punës ose të karrierës suaj. Në çështje që kanë të bëjnë me disa ndryshime ose ka të bëjnë me disa borxhe papritmas që bëhet
në ju e dini që është e paguar, por ata thonë është e papaguar. Një kredi që nuk miratohet për një arsye apo për tjetrën. Një kontratë financiare që prishet ose një shpenzim i paparashikuar që nxjerr jashtë buxhetit. Nëse keni borxhe apo janë grumbulluar nga e kaluara, mos e lini ato në dorë të njerëzve që nuk janë të besueshëm. Mos i fshihni problemet që kanë lindur në fillimet e veta dhe duhet i zgjidhni. Mundoni të vini gjërat në rregull, të kushtojni vëmendje shpenzimeve që bëni dhe faturave që paguani. Në të njëjtën kohë, sekretet dhe lëvizjet prapas skenat që bëhen kanë të bëjnë me një bashkëpunim profesional ose me një marrëdhënie dashurie, mund të dalin në dritë. Kujdes. Përpiqeni sa më shumë që të mundeni të mbroni sekretet tuaja, por dhe kufit tuaj. Sigurisht ekziston edhe mundësia që të keni një ndihmë mbështetje me njerëz të rëndësishëm. Kjo do të njihni në përpjekjet tuaja, do të japin një shtys karrierës dhe reputacionit tuaj. Pasi ata që do të ndihmojnë të bëjnë të njohur ose në një farë mënyre të dalin në pa gjëra të mëdha. Mos e lini që shqetësimi dhe shenjat e lodhjes të kalojnë pa u kontrolluar. Ata që do të ndikojnë dhe mundësitë që do të keni dhe një nga momentet që kanë bëjnë në lidhje me punën aktuale, lidhje me ndryshimin që ka të bëjnë, por njëkohësisht janë dy mundësi të arta. Do të shikoni dhe do të dëgjoni disa probleme që kanë ndodhur para disa kohëve. Kjo është një kënaqësi sepse keni bërë shumë dere, keni dhënë para, keni dhënë diku dhe kjo do t'i merrni prapë ato para që keni dhënë. Po, sepse mashtruesët që kanë bërë këtë gjë, sepse kjo flitet për shumë për këta tipa, që për një arsye apo për tjetrën, dhe po të shikoni këto ditë sa mashtrime do dalin si puna atyre, atë të ka thënë Jorgu. Po shikojeni në parashikimin e muajit, që pse lodheni? Edhe shikojeni tani është vala më e madhe, vala dhe vërtet jemi në muajin e dimrit, por vishte mram, nuk e themi dimrin, se dimri është shëndëror. Por ka të bëjnë shumë me gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë shumë të dashur miq, ku do dalin në pa gjëra që s'kan dalë asnjëherë, edhe këtu do të dini të fituar juve që do jeni me të drejtën tuaj dhe kjo do të thotë që është mundësia. Por lidhje me anët personale, mbani mirë, mbani fshehur, se është një problem shumë i madh që dikton se ndryshon në gjëra të madhore që mund të keni. Prandaj është mundësia dhe momenti. Do keni kujdes sidomos lidhjet afatgjat, sepse një akre për shembull është shumë vështirë që të bëjë një lidhje me demin. Është mjaft e vështirë, është çmendurinë në fund fundit, sepse kanë në të dy anët, njëri ka çmendurinë në lidhje me punën dhe karrierën, kurse demin krahun tjetër ka çmendurinë lidhje me familjen, lidhje me paran ose gjërat që do të bëj ose të blej disa gjëra. Harxojnë kot, po jo se harxojnë për sa i përket çështjeve që duhen momentale. Pra janë disa gjëra që lidhen, që kërkojnë vëmendjen e tyre, kurse në lidhje me një ujor për shembull ose ujore, është jeta dhe është korrektësia që jep në vazhdimsi, jep dhe në gjëra të mëdha që diktojnë dhe ndodhin në çështjet që juve keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku gjërat dhe mundësitë që jepen në kohën e duhur na japin dhe momentin e duhur për të bërë zgjedhjen më korrekte dhe më perfekte në çështjet madhore, që këto do të thotë shenja e shigjetarëve. Por juve të shenjës së shigjetarit duket se hëna e plotë e fundit të vitit që po zhvillohet përballë shenjës suaj, vendos marrëdhëniet, martesat dhe partneritetet tuaja të rëndësishme në mikroskop. Meqense kjo hënë do të prish paksa psikologjinë tuaj dhe mund të stresojë disi. Çdo gjë që po përjetoni në nivel personal ose profesional tani mund të marrë për masa gjigante në mendjen tuaj. Kjo hënë do të sjellë presione të forta emocionale dhe nëse jeni në një marrëdhënie juve të palidhurit apo partneriteti që nuk japin atë që dëshironi, ku të tjerët nuk i plotësojnë standardet tuaja, do të vendosni kushtet tuaja dhe do të përpiqeni të gjeni zgjidhje. Fatkeqësisht, kjo hënë e plotë do nxjerrë në sipërfaqe gjëra probleme që ju kanë shqetësuar deri më tani. Dhe që keni bërë sikur i injoroni, por tani do të ndjeni se nuk ka më vend për lëshime. Në përgjithësi, është një kohë kur do të reflektoni shumë dhe do të rishikoni mënyrën se si lidhen me të tjerët. Qoftë në një nivel romantik apo profesional, emisor që do të vendosni kufit tuaj. Sidoqoftë, nëse jeni në një marrëdhënie ose partneritete, ju mbushin, atëherë do të ndiheni vërtet të kënaqur dhe të lumtur, do të përpiqeni të shpërbleni respektin dhe gëzimin tuaj. Me fjalë dhe veprime. Dashuritë e papritura apo dhe ndarjet janë në lojë.
Kjo hënë mund të sjellë gjithashtu një person në jetën tuaj që mund të ndryshojë mënyrën se si mendoni dhe i kthejnë gjërat përmbys. Përveç marrëdhënieve dhe partneriteve tuaja, hëna mund të sjellë disa zhvillime të vështira në shtëpi dhe në familje. Mund të lini disa probleme që ju shqetësojnë. Me qetësi dhe realizëm do të arrini të përballeni me gjithçka që ju vijnë gjërat në rrugën e duhur. Sepse shigjetarët gjithmonë janë të përpikë në atë çka do të bëjnë. Por dhe koha që lidhet, momenti, por të gjitha këto ndodhin, janë në planet të çdo njeriu, të çdo personi që mbi këtë tokë. Por nëse kuptojmë po çfarë duam të bëjmë dhe ku do të arrijmë, nëse kuptojmë që një lidhje, nëse jemi të palidhur, dhe kjo lidhje përsa neve na shërben, ka disa arsye. Po marrim vetëm 2 arsye. Arsye e parë është lidhem për jetën apo lidhem për shoqërinë. Nëse lidhemi për jetën, i ruajmë gjërat si ujtë e pakët. Nëse lidhemi për shoqërinë, nuk ka problem sepse lidhesh në një moment dhe shkëputesh në moment tjetër. Por nga ndonjëherë dhe shkëputje ti e ke në mend të shkëputësh, por nuk të lejon ajo e brendshme e shpirtit, sepse lidhesh me shpirtin, nuk lidhesh me materialin. Dhe kjo do të thotë që është diçka që duhet vënë kufi. Kufizimet nga ndonjëherë nuk futemi thellë se s'dalim dot. Por disa që nuk din not në një det të me furtunë është shumë problem, sepse mbytesh. Por gjithashtu kërkohet shumë kujdes për të zgjidhur. Për të zgjidhur çështje problematike për të palidhur, kurse ata që janë të lidhur me familje, janë këto shpërthime të vogla, por janë ditore. Lidhjet që i rezistojnë kohës, sado janë me probleme. Ka të bëjnë shigjetar dem që ka përballë. Ose ata që kanë planete, nëse kanë planete ose lidhje verore, lidhje jugore e ndikimeve me sjellore që unë them. Ata që kanë të bëjnë për shembull shigjetar virgjëresh apo shigjetar peshk, e kanë mundësinë të zgjidhin gjërat, por ajo që është më idealja është shigjetar dash dhe shigjetar luan, ku është një moment fantastik, sepse e ndjejnë dhe ajo ndjejnë që ndjen shigjetar, e ndjen dhe në krahun tjetër. Pra të gjitha këto mblidhen dhe japin një mundësi për sa i përket arritjeve dhe të ardhmes. Mos harrojmë sepse pluhur jemi të universit dhe krijuesi jep letër me vlerë për të jetuar. Por sa jetë gati të përgjigjesh kërkesave, momenteve dhe mundësive, dhe kjo është diçka shumë e madhe dhe në lidhje me gjërat që do të diktojnë, do të ndodhin në anën tuaj. Meqense kemi një hënë të plotë, është e fundit për sa i përket këtij viti dhe pikërisht në këtë harë kohor, është momenti i surprizave, i kënaqësive dhe i ndryshimeve që ndodhin në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet ka ndikime dhe ndryshime, një shenjë toke ku mjaft e rëndësishme në ekonomi, por pak vëmendje në dashuri, që do thot britsjapi. Për juve të shenjës së britsjapit, hënë e plot në binjak ndikon në sektorin e punës suaj, marrëdhëniet tuaja me varësi dhe persona të rëndësishëm nëse jeni në çështjet e punës në role drejtuese, por kjo do të thotë, meqense është një hënë që shoqërohet me shumë tension, ndryshime, zbulime, do të përpiqeni të qëndroni të qetë dhe të shmangni tensionet me kolegët dhe partnerët. Disa mund të përpiqen që ngarkojnë më shumë përgjegjësi dhe detyrime, që mund të irritoheni shumë dhe të rebeloheni. Ose mund keni ndryshime në mënyrën dhe vendimet të punës, që duke pasur parasysh me disa çështje financiare dhe të kompanisë ose për disa që punoni dhe nuk paguani aq sa don, aq sa juve ju takon, dhe ky është një ankth, që mund të jetë në kulmin e vet. Në përgjithësi mund të keni presion të madh emocional, të ndjeni të raskapitur, pasi do të lini vazhdimisht situata për të cilët do t'ju duhet të vraponi. Gjatë kësaj periudhe do të ndjeni më të lodhur dhe ju bën që të kuptoni, të shikoni çfarë dëshironi juve. Kujdesuni pak për veten, mos e lini pas dore. Pushoni pak. Nëse ka një problem ose një çështje që duhet zgjidhur më njëherë, pra hënë e plot, pra kur fillon që
fillon të zbehet, është mundësia juaj për ta. Për të shirë veten tuaj nga e vjetra, të filloni diçka të re. Pasi disa gjëra që ndikojnë në këtë fillim të ri, që ka të bëjnë me gjendjen tuaj fizike, është gjithashtu një kohë për të larguar nga rutina juaj e lodhshme, për gjetur aktivitete të reja që ju mbushin me gëzim dhe mirëqenie. Duhet t'i jepni shumë rëndësi vetes dhe të mos merrni përsipër barra dhe detyrimet e të tjerëve. Gjeni kohë për të pushuar dhe për të shlodhur, sepse përveç ndikimeve që kanë bëjnë, ka të bëjë shumë me punën aktuale, ka të bëjë shumë me çështjet që lidhen me karrierën. Por lidhja e karrierës me dashurinë dhe mundësitë të arta që vijnë gradualisht në gjëra të tjera, është një moment që koha tregon që është pasuria shpirtërore, është mundësia që ndikohet në këtë periudhë dhe mundoheni shumë për të arritur qëllimin dhe finishin. Por në anën tjetër është një problem që zakonisht ndodh rëndomt në Shqipërinë tonë dashur, që pse ke ti s'kam unë, ose futet në një punë do një punë tjetër. Dhe Briçapi nga njëra anë mundohet shumë që ta ndihmoj. Po nga njëra është ajo që nuk merrni atë feedbackun tuaj, nuk e merrni atë pozitivitetin tuaj. Pak rëndësi ka. Rëndësi ka që jeni persona që juve dini të bëni vetë mirë. Dhe kjo ju arritet ku dëshironi ju. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë që ka të bëjnë Briçap dem, Briçap gaforre, Briçap peshore, Briçap virgjëresh, është koha më e mirë të lidhurit ose të palidhurit, ku do të ndikoj, do të rrezatoj dhe jo vetëm kaq, por çështjet që do të keni mundësinë për të zgjidhur nga ana juaj dhe pozicionimi i planeteve që do të japi mundësi në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithçka ndodh për një arsye, por meqense në këtë rast kemi këto 3-4 ditë që duhet jemi të kujdesshëm në marrje vendime të rëndësishme për jetën. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet ndikoheni dhe rezulton që disa gjëra të jenë rrugën e vet, drejt rrezës së hënës, por ajo rrugë e drejtë ju ka lodhur shumë, por do t'ju lodhë edhe ca që të jeni të lumtur. Që kjo do thotë shenja e ujorëve. Ju që është ujorëve duket se jeta juaj sentimentale, probleme me fëmijët, planet tuaj krijuese, planet tuaj të biznesit, mënyrë se si argëtoni, hobe të ndryshme, ju japin gëzim, flertrim, ndryshim, vendim, mundësi të arta, pse jo, dhe disa gjëra të tjera që do të keni në këtë periudhë. Realiteti është i hidhur, i ashpër, por është kënaqësi, sepse jeni atje ku dëshironi. Mund të lini disa probleme me partnerin tuaj, disa tensione që mund të ndodhin, por mos u shqetësoni. Koha tregon që jeni me fat në këtë drejtim. Dhe nëse në partneritete të ndryshme ose gjëra që do të keni, mos merrni vendime të gabuara, nëse jeni të palidhur ose keni diçka në këtë drejtim, unë do thosha që tani për tani, edhe pse jeni pak në dilemë, mund ta them unë, por këto janë dileme kalimtare, sepse për shembull presupozoj nëse jeni beqar ose doni një lidhje, një njohje, kjo ka një mundësi që vërtet e keni mundësinë e duhur për të arritur qëllimin tuaj në fushën e karrierës suaj dhe në fushën e biznesit. Por duke bërë njohje të reja ose në fushat e biznesit tuaj, ka dhe diçka shumë të madhe ekonomike. Mes anës ekonomike e financiare, mbas bisedimeve që do bëni. Por mirë është që disa njerëz ose disa çështje kanë bëjnë me çështje kontratash, do keni shumë kujdes sepse kjo është pak me sybet, e kontratë që mund t'ju ofrohet juve si ujor. Mirë është mos ta pranoni se nuk jeni gati, besoj unë që ta zgjidhni një gjë të tillë, por gjithsesi disa çështje që lidhen ose disa çështje që mund kanë të bëjnë me këtë çështje, sepse kjo që lidhet shumë, do thosha unë me anën e pozicionimit të planeteve, se ka të bëjnë me disa ndryshime, ekonomi, stabilizim, komunikim, udhëtime me jashtë, momenti që është tani është edhe një periudhë mjaft e mirë sepse rregullohet, rregullimi, stabilizimi, konkretizimi, mundësia dhe vazhdimësia.
Por të gjitha këto, edhe pse kjo hënë e plot, nga një ranë ju mbush me gëzim, sepse ja keni bërë zmetin, dini shumë i çfarë bëhet dhe ku mund të shkoni, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar në raste të tilla, por për të gëzuar, sepse gjërat janë në dorën tuaj dhe në mundësitë e arta që do të keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bën lidhjet afatgjat, që lidhet shumë me ujor binjak, ujor virgjëresh, ujor me ujor të dhjetëçit tret që ka diçka shumë të madhe, po pse jo dhe me gafore të dhjetëçit parë. Shikoni gjeni mënyrën, sepse edhe nga një udhëtim që mund të bëni, mund të dilni të fituar, sepse është koha juaj dhe momenti më i mirë. Por tani për tani studioni gjërat dhe gjërat e imta shikoni në lupë, sepse me shpërthimin e skandaleve mos jeni në stuhi, sepse jemi qetësi përballë stuhisë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku shumë gjëra janë drejt rrugtimit dhe mundësisë së art, edhe pse me vështirësi, edhe pse kemi gjëra të hapura me çështje të personave të tretë, që do të thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket shenjës së peshqeve, meqense peshqit duket se ndikimi i hënës së plotë që sjell disa kërkesa dhe shumë detyrime, si në punë ashtu edhe në shtëpi, tensione që nuk do të mungojnë nëse nuk gjeni një rrugë të mesme. Midis karrierës dhe jetës familjare, do të pyesni veten se çfarë ju nevojitet për tu ndjerë të qetë, të kujdesshëm dhe paqësor në shtëpi, në mjedisin familjar, por edhe në punë. Dhe juve keni një të mirë se nuk dorëzoni kollaj. A duhet t'i ofroni edhe vetes mirësinë dhe kujdesin që jepni të tjerëve? A keni lënë ëndrat dhe qëllimet tuaja në pritje në mënyrë që të tjerët të ndihen rehat? Këto pyetje do t'ju shqetësojnë dhe mund të dëshironi të qëndroni vetëm me mendimet tuaja për një kohë, për të sqaruar se si do të ecni përpara nga këto tutje. Hëna e plotë që do të sjellë gjithashtu ndryshime, rishikime në çështjet që kanë të bëjnë me shtëpinë tuaj. Si dhe në banesë, pasurinë tuaj të patundshme, antarët familjes suaj, shokët, martesat, karriera, statutin e tjerë. Mund të lini disa situata që do të detyrojnë të përshtateni me një midis të ri, të zhvendoseni ose të bëni ndryshime në shtëpi. Është gjithashtu e rëndësishme të njihni se njerëz dhe cilët situata është disi e nder, duhet pasur shumë kujdes lidhe me pasiguritë, që të përballoni ato drejt për së drejti. Largoni njerëzit toksik përreth jush dhe mos u përgjigjeni me zemërim njerëzve që nuk kuptojnë nevojat tuaja. Gjithashtu, më tepër të debatoni është në të keqen tuaj apo të bërtisni po apo jo, nuk arrini asgjë. Vetëm të humbni kohë dhe humorin tuaj dhe prishjet ekuilibrit. Ju hartoni kursin tuaj dhe me diellin që shkëlqen në pikën më të lartë të shenjës tuaj, në shtëpinë e 10, keni një aleat të shkëlqyer për të arritur qëllimeve tuaja profesionale, për të rritur reputacionin tuaj, për të shfaqur talentet tuaja. Në fakt mund të keni edhe një propozim për një karrierë të re, ngritje në detyrë, transferim ose hapje biznesin tjetër. Nëse jeni në një fazë studimi, e gjithë kjo mund të ketë të bëjë ose mund të ketë të bëjë me suksesin në këtë fushë. E vetmja gjë që duhet të shmangni janë lëvizjet e shpejta dhe të ngata. Me qetësi dhe logjik do të përballeni me gjithçka. Sigurisht që duhet të jeni më të kujdesshëm me problemet e çështjeve të familjes ose keni pasur disa gjëra që nuk mund t'i zgjidhni ashtu siç dëshironi, por kjo nuk do të thotë që nuk zgjidhen. Prandaj miqtë mi e keni dhe një mundësi, presupozojmë që me kalimin e kohës dhe periudhave që ndodhin fenomenet, është diçka shumë e madhe, edhe pa çka se çdo gjë shkon ashtu si çdo një juve, çdo gjë shkon mbar me punën, me karrierën, me ndryshimet një pas njëshme. Është momenti që juve keni në vetveten tuaj, edhe pse hëna e plot është mund të quhet jo me qëllime ose pa qëllime, te ju e dini shumë mirë se Jorgo nuk e afare një herë që të thotë me negativitet. Sepse kush jam unë fundit është krijuesi që ka vulën dhe firmën. Ne thjesht kemi një ndikim, një përcaktim dhe
në bazë të planeteve, diktojnë dhe neve ofrojmë një mundësi në kohën e duhur. Por gjithsesi, edhe pse është hëna e skandaleve, në lidhje me çështjet peshë të dashur do të keni tani, në rritje rrugës si shtash, në lidhje me gjërat e tjera do keni edhe kështu gjëra, mos gjërat e vogla ngele të vogla gjithmonë nuk rriten. Juve rriteni me djersën tuaj, rriteni me reputacionin tuaj dhe rriteni me të drejtën dhe nderin tuaj. Çfarë flitet për njerëzit e tjerë, punë e madhe, atë punë kanë ato do bëjnë. Por me shpërthimin e skandaleve do dalim sipërfaqe shumë gjëra të tjera. Prandaj do keni kujdes në atë çka flisni, atë çka bëni. Këto ishin pak a shumë për sa përket miqtë mi të dashur, për sa përket kësaj hëne të plot. Dhe çfarë sjell dhe si sjell kjo hënë. Pra keni kujdes dhe për peshqit që mund të themi dhe në dashuri që kanë të bëjnë me shenjat që lidhen me ujorin, lidhen me demin dhe me akrepin. Bini pas sepse ka dhe diçka shumë të madhe dhe surpriza për jetën tuaj. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë, por ju që interesoni për parashkim të detajuar dhe sa ndikohet hëna tek juve dhe ku janë me ndikimin e skandaleve, atëherë kemi pikërisht këtë faqen roz, astrologu.al, e shikoni atje dhe duke klikuar jeni gati sa për zgjedhur paketën tuaj që ju intereson, duke zgjedhur paketën tuaj numër për 4 të blerjes, jeni gati për gjithçka ju intereson në kohë reale. Dhe më pas, shkoni tek sekretaria, e shikoni atje, jeni gati pastaj për të parë se çfarë do të bëni dhe çfarë dëshironi. Të gjitha këto dhe më pas flasim bashkë në WhatsApp apo duke dërguar një email direkt dhe ju marrim në telefonën së na merrni juve në kohën që juve keni mundësi. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh për të marrë përgjigjen direkt. Kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin. Nëse doni më tepër akoma, kemi membership. Ja për ku e keni, e klikoni dhe më pas hidhni një sy se do më kujtoni. Në një rëpulla, një uroj mbarësi dhe çdo aspekt. Gjithë mirat.